Se nuk është se Rusia nuk ka negociuar në të shkuarën dhe nuk ka arritur marrëveshje. E di që të gjithë shkojnë me pretendime maksimaliste dhe pastaj zbresin në një rafsh të pranueshëm për të dyja palët. Por fakti që Rusia tashmë kërkon në tryezë europianët. Kemi pasur edhe një zhvillim që përfaqësues të dërguar special nga Britania, Franca dhe Gjermania kanë shkuar në Rusi dhe ka nisur një farë diskutimi. Tregon që Putin e kupton që tashmë i duhet zgjidhje dhe me këtë qasjen amerikane, e cila në fakt more edhe më shumë peshë se ç'kishte më përpara, do i duhen europianët, se amerikanët kanë tjetër orientim dhe kërkojnë tjetër zhvillim, kërkojnë fitime ekonomike në fund ditës. Tamam, është e vërtet që thash, janë ujdirat të transsocializmit Trumpit dhe ai prandaj donë dhe prandaj do insistoj. Por e thash, ju keni të drejtë logjikën tuaj dhe kjo logjik qëndron. Kështu duhet sidhej Putini. Por ai në fakt ka qëllimet e veta që thanë dhe nuk i ndahet. Këto që ai po bën për paqe, propozimet, për Schröderin që e takoi në Moskë, që i thotë Zelenskit, hajde o buri ideot, kur të duash ti, hajde në Moskë. Sikur me i thënë, hajde në kavaj. Pra ai ka këto thjesht për të kaluar kohën, për të luajtur me diplomacinë perëndimore, për të kapërcyer këtë situatë, që o brenda vendit, duke thënë që ja, unë po bisedoj, po këta evropianët, e tha dhe Lavrovi dieton, evropianët po sabotojnë në fakta, sepse ata na vënë ultimatum, duke folur për të kushtet që përmendëm ne. Pra ai i quan ultimatume. Prandaj thash që Putini kupton, ju keni absolutisht të drejtë, por nuk e lë ai mentaliteti, sjellja, qëndrimi dhe mbi të gjitha synimet e veta hegemoniste. Tani, se sa do vazhdojë ky proces, kjo mbetet për tu parë. Po shqetësimi tjetër i madh, e nderuar zonjë, është që pas Putinit, ja iku Putini, more përmbys me rrezuam, nuk është se ka alternativa më të mira, janë akoma më të ashpër ata pas Putinit, siç janë këta në Iran. Pas ikjes së Khameneit, djali i vet dhe këta tjerë sot janë më të ashpër se ai dhe janë më të vështirë në negociata, si harrova ta them që parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu ndodh edhe me Putinin. Pra edhe praparoja ati, prapavia ati është shumë më ashpër se ai. Prandaj them që do duhet që punë e madhe ende, por kryesorja mbetet, e tha dhe Stoltenbergu, i sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Do të krijohet ajo situatë që Putini ta kuptojë që ai ka mbaruar në luftë, në frontin e luftimeve. Pra nuk bëri do të gjë me operacionin e vet ushtarak. Nuk ka shanse të fitojë në teatrin e luftimeve. Kjo do ta detyrojë atë që të ngrejë flamurin e bardhë të paqes dhe të ulet në negociata. Ama të risi qëngji dhe të bindet Shtetet Bashkuara, Evropës dhe Ukrainës dhe në këtë mënyrë të bëhet paqe jo vetëm për Ukrainën, por dhe të garantohet që nuk do të ketë më sulme të tilla nga ana e Rusisë. Ky më besoni është një proces shumë i mundishëm, shumë i lodhshëm, shumë i gjatë, se kemi të bëjmë me një vend si Rusia, me një president si Putini, që i ka të gjithë fijet e pushtetit. Por vetëm një gjë, ambasador, sepse Rusia vërtet, por duket se tani ajo ka vetëm fijet brenda Rusisë, sepse gjatë kësaj kohe që ajo ishte e angazhuar në një luftë pafund në Ukrainë, ka ndodhur shumë gjëra, ka ndryshuar e gjithë bota. Është zgjeruar NATO, i ka shkuar edhe më shumë në kufi se që mund t'i shkonte, po them, me Ukrainën. Ka ndryshuar lindja e mesme, ka humbur gjithë influenca që kishte në lindjen e mesme Rusia. Pra, ka mbetur e izoluar dhe ka mbetur deri diku peng i Kinës, që t'i blej naftë e gazet t'i jap ndonjë lekë edhe me çmimin siç e pam që e blente në Venezuelë, për shembull, që e blente, po them, në gjuhën popullore për 2 lekë naftën e Venezuelës, pasurohej vetë dhe Venezuela mbeste në atë nivel. Këtë gjë po i bën edhe Rusisë. Pra, Putin nuk besoj se është aq budalla sa mos të kuptoj se në çfarë pozicioni të vështirë e ka sot Moskën. Por nuk mund të dorëzohet, është e vërteta i thoni ju, po është edhe më vështirë për atë që dorëzohet. Dhe e dyta, është e vërteta i thatë juve, por ekspertët, analistët, jo unë po, gjithë thonë që duhet kemi kujdes, sepse vërtet ka rënë shumë, pa akoma është i fortë, Rusia akoma mbahet. Dhe një provë, se nuk kemi kohë të zgjatem shumë këtu, është kjo votimi që bën OKB për Gjermaninë, meqense jemi të dy adhuruese dhe fansat të Gjermanisë,
pësoj një dështim shumë të madh. Tani t'jemi sinqert, ambasador, mendoj që ministri i jashtëm i Gjermanisë është më i pafti që ka pas ndonjëherë Gjermania për të lobuar për të arritur deri aty. Nuk është se ka të kapacitetin, se ajo me qenë se ma hape se duhet një emision me vete, por ky ishte një dështim që duhet i kushtonte vendin ministrit i jashtëm të Gjermanisë. Dakord jam, po unë po marr për Rusi, ndaj nuk po gjykoj e kuptoj, po tani çështja e lobimi është ajo se shiko, me qëllë se të dy e njofim Gjermanin majtë kishtrive, edhe familjarisht, faj nuk është vetëm i Vatefulit, po edhe Annalena Baerbokut më i madh akoma, ish ministra e jashtme, sa ajo e filloi këtë punë dhe ishte kryetare Asamblesë Përgjithshme të BSN-së, e kam fjalën këtu. Pse dështoi Gjermania? Një nga arsyet krahas politikave të veta, standardet de fishta që i keni përmendur ju, është pikërisht roli i Putinit, sepse i mbushi mendjen vendeve afrikane, aziatike të BRICS-it. Mos harroj se ka BRICS-it, Putini, që shiko, me Gjermanin do meni vetëm i qafë, se Gjermania po u bën Këshilli i Sigurimit, pikë e parë do jetë Ukraina, mbështetje për Ukrainën, të cilën ne kemi thënë më parë, shumë vende afrikane aziatike, të them nuk kanë interes. Ajo është dafër, ç'pu kemi ne me atë. Pra, me dy llafe, me fjalë ju keni plotësisht të drejtë, po edhe ekspertët, edhe unë kam të drejtë që prap Rusia mbahet, çështja sa do mbahet. It's a matter of time. Pra, a do mbahet, edhe nuk është punë muajsh këtu, thash, po është punë vitesh. Megjithatë, le të shpresojmë si vitet 80 që gjithë ato faktorë dhe aktorë që ju përmendet me të drejtë do t'i japin ndikimin e tyre që një ditë të bukur t'ia bëj paf edhe Putini me Rusin. Se kur do jetë kjo ditë, ne vetëm të urojmë lutzon që të vi sa më shpejt për të mirën e përgjithshme. Ambasador, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Jo, faleminderit juve për këtë kënaqësi të madhe gjeopolitike që na dhuruat mua dhe të gjitha atyre të ndikit. Faleminderit. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.